Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim si do jetë java për shenjën tuaj. Atëherë, në lidhje me shenjën tuaj, shoh që keni kaluar vështirësi, keni marrë eksperienca nga vështirësitë që keni kaluar, por ndërkohë do përdorni shumë fort pjesën e logjikës, pjesën e komunikimit, por do merrni dhe vendime të rëndësishme. Dhe këto vendime do merren si në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në një rast, për disa të tjerë mund të ketë lidhje me punën tuaj, me projektet, me bashkëpunimet të ndryshme që keni. Më falni, ndërsa për një pjesë tjetër ju shoh mund të ketë lidhje me situata të ndryshme që mund të keni, me institucione shtetërore, me pjesën e dokumentave, por edhe në lidhje me anën ekonomike. Ju shoh në pritje të një përgjigjeje. Ju ndoshta do merrni një vendim për të futur në një njohje dhe prisni një përgjigje nga ky person. Ju shoh që jeni duke ëndrruar gjatë gjithë kohës. Edhe pse keni shumë opsione, keni shumë oferta të tjera në lidhje me dashurinë, ju përsëri jeni fokusuar te një person. Dhe shoh që është një person që ka shumë emocione në lidhje me ju. Është një dashuri, një person që dëshiron t'ja udhërojë këto emocione. Për një pjesë tjetër, për gjithë ata që mund të kenë lidhje me fëmijët, me situata të ndryshme, me dokumenta ose në lidhje me punën, ju jeni në pritje të një përgjigjeje. Një pjesë prej jush mund të prisni për t'u larguar dhe jashtë shtetit ose për të lëvizur nga një vend pune në një vend pune tjetër. Shoh që do keni shumë oferta edhe në lidhje me punën, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, por dhe me karrierën tuaj. Por ju do t'ju tërheqi më tepër një ofertë që ndoshta plotson ato kushtet tuaja. Dhe ju shoh që ju sigur do ndjeni shumë mirë, do keni lajme të mira, mbasi ju të jeni në pritje, do merrni përgjigje pozitive në lidhje me situata të ndryshme. Do çliroheni nga ana shpirtërore, por do keni dhe lajme të mira. Si në lidhje me punën, me dashurinë, për gjithë ata që presin përgjigje të ndryshme, por ose për t'u larguar jashtë shtetit, për të bërë një sër dokumentash të ndryshme që mund të prisni, mund të jenë në pritje të gjithë ata që merren me tregti, ndoshta për të ardhur malli nga jashtë. Gjithsesi, shoh që ju do t'ju plotësohet kjo gjë, sepse ju do merrni lajme të mira, çfarëdo lloj përgjigje që ju mund të prisni gjatë kësaj jave. Thjesht jeni mes ëndrave, mes iluzioneve, por ju do harrini t'i realizoni gjërat që doni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim si do jetë java edhe për shenjën tuaj. Atëherë, në lidhje me shenjën tuaj, shoh që ju do t'jepni fund situatave të vështira dhe të lodhshme që keni kaluar deri në këto momente. Dhe kanë qenë situata që kanë vazhduar për një kohë të gjatë, por jemi te dhjeta e shkopinjve, ju çliroheni për të bërë fillime të reja. Një pjesë prej jush, ju shoh që mund të keni lidhje me një person nga e kaluara. Është një person që rikthehet tek ju. Dhe ju shoh që keni një takim, por ndërkohë do jeni duke e festuar këtë takim që do keni me këtë person. Ju shoh që besoni te intuita juaj në lidhje me këtë situatë, me një person nga e kaluara,
por ndërkohë keni hequr dorë nga gjërat që keni besuar deri në këto momente, duke futur besime të reja në jetën tuaj. Ndërsa për pjesën tjetër mund të keni të bëni me fëmijët tuaj. Është një lodhi që ka zgjatur për një kohë të gjatë dhe ju sikur do të çliroheni. Do jeni duke mbështetur fëmijët tuaj, por ju shoh që ju sikur do harrini të stabilizoni situata të ndryshme që mund të keni në lidhje me fëmijët. Dhe këtë do ta bëni falë intuitës tuaj. Ndoshta ju do harrini të stabilizoni gjërat falë intuitës tuaj. Në lidhje me një pjesë tjetër, mund të kthehen persona nga e kaluara, çështje nga e kaluara. Por janë persona dashamirës, persona pozitiv që vinë tek ju. Ndoshta ju takoni një person dhe aty do ndjeni mirë me këtë person. Gjithsesi, një pjesë tjetër mund të keni të bëni edhe me një ndoshta ju do investoni në shtëpinë tuaj gjatë kësaj jave për disa prej jush. Disa të tjerë ndoshta mund të mendoni për një zhvendosje shtëpie. Mund të jetë një trashëgimi, nuk e di se çfarë, por gjithsesi ju dhe aty do harrini të bëni investime të ndryshme, por do harrini të stabilizoni dhe situata në lidhje me punën nga ana ekonomike. Mund të jetë një person nga e kaluara që do t'ju mbështesi, që është një person dashamirës, dhe ju do besoni brenda vetes tuaj për t'i bërë të gjitha këto fillime të reja dhe këto investime ose mbështetje që dëshironi t'i jepni në lidhje me fëmijët tuaj gjatë kësaj jave. Gjithsesi, disa prej jush mund të kenë të bëjnë edhe me pjesën e dokumentave. Mund të keni të bëni në çështje të ndryshme familjare ose çështje ekonomike që mund të por janë rikthime për mirë, situata që rikthehen nga e kaluara, por janë për mirë, janë pozitive në lidhje me ju gjatë kësaj jave. Gjithsesi, është një javë fantastike, e rëndësishme është që ju mbyllni situata të vështira, stabilizoni situata të ndryshme dhe do besoni në intuitën tuaj në lidhje me gjithçka që do bëni gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shigjetarëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Dhe shohim energjinë që na vjen për shenjën tuaj. Atëherë, në fillim të kësaj jave, ju shoh që do ndiheni të sakrifikuar. Ndoshta ju jeni ndjerë të sakrifikuar në lidhje me një njohje që mund të keni pasur, që ju ka krijuar shumë tension dhe stres për një kohë të gjatë. Dhe ju shoh që ju i keni të gjitha mundësitë për ta rregulluar këtë situatë, për të hyrë në diskutime dhe për të bërë një fillim të ri me këtë person. Në rastin tjetër, mund të keni pasur situata tensione në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, me fëmijët tuaj. Dhe kanë vazhduar për një kohë të gjatë dhe ju nuk e di por jeni ndjerë shumë të sakrifikuar me këto situata. Dhe ju shoh deri në gatja afër fundit të javës ju do harrini të stabilizoni, sepse ju keni gjithçka në dorë në lidhje me këto situata për t'i realizuar gjërat ashtu si dëshironi. Por shoh fillime të reja, diskutime shumë në lidhje me ju, por që do marrë një zhvillim të mirë. Një pjesë prej jush, ju shoh që mund të keni lidhje me pjesën e dokumentave. Ju ndoshta keni tentuar për shumë kohë për t'i bërë dokumentat dhe dokumentat mund t'i merrni nga më të ndryshme. Mund të jenë dokumenta pune, mund të jenë dokumenta shtëpie, mund të jenë dokumenta për largime jashtë shtetit, dokumenta për leje qëndrimi, leje pune, një patent, nuk e di, mund t'i merrni dokumentat të gjitha llojeve. Por shoh që ju do dilni, do çliroheni nga këto situata të vështira, nga tension, stres për një kohë të gjatë, dhe ju do realizoni gjërat që ju dëshironi, sepse ju keni në dorë gjithçka për ta realizuar. Ju keni emocionet në lidhje me dashurinë, keni pasionin, keni
anën ekonomike për të zgjidhur disa situata ose për të zgjidhur situata ekonomike dhe në rastin tjetër dhe në lidhje me punën tuaj. Gjithsesi është një javë e mirë sepse ju çliroheni nga situata, sakrifica, tensioni, stresi dhe keni fillime të reja, por dhe realizim të gjërave që dëshironi. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Briciapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emaili. Dhe shohim energjinë që do na vi dhe për shenjën tuaj. Atëherë, juve gjatë fillimit të javës shoh që do merrni disa para ose ju do ndjeni një lloj stabiliteti. Do ndjeni një lloj pavarësie. Dhe këtu flasim për pjesën e beqarëve. Ju dëshironi të futeni në një njohje, por edhe pse ndjeni shumë të sigurt në lidhje me këtë njohje, përsëri sigur nuk I shikoni gjërat qartë. Në lidhje me, por shoh që ju do jeni duke përdorur më tepër pjesën e logjikës se sa pjesën e zemrës në lidhje me një njohje që do hyni. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh që do ndjeni shumë të sigurt në lidhje me familjen tuaj, me shtëpinë tuaj, ndoshta në investime ose në disa para që do merrni. Por aty do lindin disa paqartësi. Ndoshta ju do jeni dhe duke festuar ose duke organizuar diçka, por nuk e di, diçka sikur nuk e shikoni qartë. Ju shoh jeni në energjinë tuaj këtu, ndjeni në një pozicion të favorshëm ekonomik për një pjesë prej jush, por ndërkohë do jeni duke menduar për pjesën tjetër shumë fort në lidhje me anën tuaj ekonomike. Dhe do merrni vendime në fund të kësaj jave, si në lidhje me shtëpinë, me familjen, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, por dhe në lidhje me pjesën e dokumentave, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, por dhe me karrierën tuaj. Një pjesë prej jush mund të dëshironi të shkputeni nga familja, këtu flasim për pjesën e beqarëve, të merrni përgjegjësitë tuaja, dhe aty do ndjeni pak, do keni ndoshta paqartësi në lidhje me këtë gjë, por gjithsesi një person do t'ju mbështesi nga shoqëria juaj. Është një javë shumë e mirë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbarë. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e Ujorit. Atëherë, ju të shenjës së Ujorit, ju shoh me lajme të mira, fillime të reja emocionale. Mund të jetë fillimi një dashurie të re, mund të jetë që ju jeni duke parë një person pak në mënyrë të fshehtë, ndoshta duke e vrojtuar gjatë gjithë kohës. Dhe ju dëshironi të hyni në një lidhje ose në një njohje. Dhe ju mund të jetë edhe një person që mund ta keni njohur në një udhtim për një pjesë prej jush, por jo domosdoshmërisht. Por gjithsesi ju do harrini të jepni drejtim emocioneve tuaja, kësaj njohje të re që dëshironi të futeni, sepse shoh që do të jepni zgjidhje deri në fund të javës me këtë person. Për një pjesë tjetër, ju do të dëshironi një fillim të ri në lidhje me shtëpinë tuaj, me familjen tuaj, me fëmijët tuaj. Dhe shoh që aty nuk e di, keni sikur mbani një sekret, një të fshehtë.
ose ju mund të zbuloni një të fshetë ose një sekret dhe ju do harini deri afër fundit të javës të jepni drejtim një situate që ka lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me çështje të ndryshme familjare dhe shoh që ju do të jepni një zgjidhje. Në rastin tjetër mund të ketë të bëjë me pjesën e dokumentave ose në lidhje me punën tuaj, me anën ekonomike, dhe ju përsëri do të jepni drejtim këtyre situatave. Do jeni shumë familjar gjatë kësaj jave, por ndërkohë një pjesë prej jush mund të keni të bëni me pjesën e dokumentave, por mund të keni të bëni dhe me gjykata, me prokurori, me çështje gjyqësore të ndryshme që mund të keni. Gjithsesi, e rëndësishme është mund të keni dhe një udhtim në lidhje me këto çështje, dhe mund të jetë një udhtim i gjatë ose i shkurtër. Por e rëndësishme është që ju do harini ti jepni zgjidhje çfarë do lloj situate që të jeni. Dhe do keni dhe lajme të mira. Atëherë, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendente ose hënën në shenjën e peshqve. Atëherë, në lidhje me shenjën tuaj, ju shoh që mund të jeni në udhëtime të shkurtra ose të gjata. Ju shoh shumë fitimtar, shumë të suksesshëm, sepse është karta e fitorit dhe suksesit. Ju mund të keni sukses në lidhje me një dashuri, me një njohje në lidhjet ose në marrëdhëniet tuaja, ose ju mund të jeni të suksesshëm te vendi punës, ose edhe në situata të ndryshme që mund të jeni në lidhje me projektet, me bashkëpunime të ndryshme, me karrierën tuaj. Shoh që jeni në pritje të një lajmi dhe mund të jetë një lajm nga distanca. Keni filluar të ndryshoni këndvështrim në lidhje me situatat që ju rrethojnë, por ndërkohë po bëni dhe plane afatgjata. Dhe shoh një çlirim, por ju shoh që do ndiheni dhe shumë mirë gjatë kësaj jave. Për pjesën tjetër, kjo mund të ketë lidhje me udhëtime, mund të jenë udhëtime pune, udhëtime për qejf, gjithsesi ju mund të jeni dhe në pritje për ta bërë këtë udhëtim. Mund të jetë një udhëtim jashtë shtetit, mund të jetë një udhëtim nga një qytet në një qytetin tjetër, por gjithsesi ju shoh me lajme të mira dhe ju sigur do ndiheni shumë mirë në lidhje me këtë gjë. Për pjesën tjetër, mund të ketë të bëjë edhe me punën tuaj, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, por shoh që do keni lajme të mira, do ndiheni shumë mirë. Kjo ka shumë rëndësi dhe shoh që keni punuar shumë, ose ju keni investuar shumë në gjëra të ndryshme, por keni marrë shumë pak. Dhe këtë do ta ndiheni më tepër në fund të javës. Ndoshta do ndiheni në një situatë ku ju do jeni duke menduar në lidhje me situata të ndryshme që keni, si në lidhje me dashurinë, ose me punën tuaj, por edhe nga ana ekonomike, kur ju keni dhënë shumë, por keni marrë shumë pak. Gjithsesi, është një javë shumë e mirë, sepse tregon që do jeni të suksesshëm që në fillim të javës, një fitore, një sukses, ndryshoni vizion, ndryshoni këndvështrim dhe sigur çliroheni nga situata të ndryshme që keni pasur. Por ndërkohë ju shoh që do ndiheni mirë dhe me veten tuaj. Thjesht në fund të javës duhet keni kujdes, mund të jetë një moment i caktuar që jeni duke menduar rreth situatave të ndryshme që ju keni, dhe kjo gjë do t'ju bëjë që ju të mendoni që keni dhënë shumë, por keni marrë pak, ose do ndiheni të pakënaqur, por mund të ndiheni dhe të pavlerësuar. Atëherë kjo ishte edhe për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, atëherë dëgjojmë në videot e radhës.